Drama më e fundit në Facebook po ndodh pikërisht në grupin që unë kam krijuar dhe menaxhoj unë dhe skuadra ime, që është Sipërmarrësi Shqiptar në mbar botën. Para se të flas për dramën e madhe që ka ky grup për momentin, dua t'ju shpjegoj pak për çfarë është ky grup. Ky është një nga grupet më aktiv, më profesional, që mund të mësoni më shumë për sipërmarrjen, të keni bashkëpunime, të bëni pyetje, të ndani rrugtimin tuaj të biznesit, të bëni networking, lidhje të ngushta, promovoni biznesin, etj. Me radhë, po edhe të mësoni shumë për strategji marketingu dhe shitje. Grupi ka mbi 41.000 antar, pra sipërmarrës nga tërë bota, dhe jo të gjithë janë sipërmarrës, nuk edhe profesionistë që po mundohen po mundohen që të hapen një biznes apo të rrisin profesionin e tyre, nëse për shumë ka me pronat paluajtshme apo një hidraulik etj. Me radhë. Unë në grup lejoj të postojnë dhe anonime, pra postime, histori, vështirësi që njerëzit kanë dhe njerëzit japin mendimet e tyre, sepse në grup ka avokat, ka biznesmena, ka sipërmarrës të suksesshëm etj. Me radhë. Dikush bëri një postim të gjatë me profilin e tyre, pra nuk vajten anonim, dhe tregoi se si kishte filluar një punë të re në një restorant si shef, edhe po sillen shumë keq me ata, po e ofendojnë, një roman i gjatë, edhe po kërkonte këshilla. Fillon drama. Të gjithë njerëzit filluan të flasin keq për atë personin, ky personi për shembull thoshte që mos e dëgjoj, bëj ti ç'është më e mira, thuaj siç është duhet. Jepi drejtësi në vend, e shumë. Ne shqiptarët jemi aq shumë të lidhur sa ndonjëherë harrojmë që zëri se na njohin të gjithë, edhe pse jemi në vende ndryshme. Ngrihem sot dhe shikoj që ai postim ishte bërë shumë viral brenda në grup, kishte marrë komente pafund, dhe një nga personat që po komentonte reply çdo koment ishte një person që në fillim mendova që thjesht po paragjykonte këtë person që kishte postuar. Po na del që ky person është ai që ka punësuar këtë personin. Dhe po i thotë që unë jam ai personi që ky personi po ankohet, edhe unë i kam thënë bosit të lartë, edhe unë e kam futur në punë, pa s'ma ka ditë për nder, nuk di as laj pjata, nuk po bën. Morali i historisë është, kur postonin këto grupe, edhe kur postoni anonim, administratorët e grupit e shikojnë kush jeni ju. Pra kujdesni çfarë postoni dhe sa gjëra personale jep. E dyta, kur postoni siguroni që postoni anonim, dhe nëse shikoni që ai postim po ju merr shumë negativitet, në fakt ky person po merrte pozitivitet, po merrte këshilla nga sipërmarrësit, po ndodhi që personi që u ndërhyr në komente i hapi punë sepse i tha pronarit, edhe tani këta dy njerëz po zihen për komente, si ma bëre ti, si ta bëra unë, njerëzit që janë ndërhyrë në komente për një dramë e madhe. Po kujdesni, sepse çdo gjë që është publike, ku unë kërkoj emrin tuaj, dalin dhe komente që ju keni bërë njerëzve, postime që ju keni bërë grupeve. Pra keni kujdes dhe juve që jeni duke marrë një punë të re, keni kujdes çfarë postoni dhe çfarë komentoni, nëse doni që të merrni atë punë në nivelin që po kërkoni, sepse ne sipërmarrësit dim të bëjmë një quick search, dim të bëjmë një deep research me ChatGPT e me Gemini, ku tregon çdo gjë tuaj, mund të kërkojmë edhe komentet që keni bërë në çdo lloj postimi po të duam. Dhe nëse ju ndilni që jeni njëri ofendues, njëri që shan, do i hapni punë vetes, nuk do i merrni atë punën. Ju e dini këtë?